Mirëdita të gjithëve. Një grua shqiptare është martuar për së dyti herë këtu në Itali dhe tani akuzohet për krim. Pse? Le ta diskutojmë. Nuk ka gazet që nuk flet për këtë, sepse njerëzit tonë si është e mundur që nuk e dinte dhe për këtu është e rëndë me një fjalë. Për më tepër, dënohesh nga 1 deri në 5 vjet burg. Po, pse? Sepse quhet poligami. Pra ti kur martohesh 2 apo 3 herë dhe përpara se ta filloj këtë, doja t'ju pyesë juve. Në Shqipëri, sa herë martohen njerëzit? Mund të martohen 2 herë, 3 herë, 4 herë, pa marrë divorcin më parë? Po apo jo? Dhe për më tepër, një burr mund të ketë një grua apo 2 apo 3 gra, pra të martohet një herëshi, dhe tjetra, një grua mund të ketë 2 burra, 3 apo 4, pra të martohet disa herë. Janë pyetje tepër të rëndësishme dhe dua që ta diskutojmë këtu së bashku, sepse siç e kemi thënë, informacioni është dije dhe dija është pushtet. Në këtë rast, për shembull, gruaja ka probleme të mëdha dhe shpresojmë që ajo ta zgjidhë sepse është shqiptare. Siç ju thash, nuk ka gazet që nuk flet për këtë, sepse për këtu është e rëndë. Gruaja ishte martuar në vitin 2004 me një italian, gjithmonë këtu në Itali. Dhe si duket, ajo nuk e kishte kërkuar divorcin nga burri i mëparshëm, pra nga martesa e mëparshme, dhe tani në vitin 2025 kërkoi që të martohet për së dyti herë. Dhe nga momenti që ajo bëri martesën, pra shkoi që të bënte kërkesën për të rinovuar dokumentin, nga ai moment organet kompetente i bën denoncimin, sepse duke parë që ajo bëri një martesë të dytë, menjëherë futet denoncimi. Dhe gruaja tani rrezikon të shkojë në burg. Pse? Sepse nuk mundesh që të martohesh 2 herë, pra ti duhet të ndahesh një herë nga martesa e mëparshme, të kërkosh divorcin, kur ti je lirë ose i lirë, ti mund të bësh një kërkesë të dytë për martesë. Pra organet kompetente janë të detyruara që të bëjnë denoncimin. Dhe unë doja që ta diskutoja me ju. Ju i dini këto informacione dhe a e dëgjuat këtë, i keni parë lajmet të kësaj gruaje shqiptare që tani rrezikon e shkreta? Dhe doja që ta diskutoja sepse shumë njerëz nuk janë të informuar dhe siç e thash, shqiptarët tonë se s'ka problem, por ligjet që janë për shembull në Shqipëri apo në vendet e tjera nuk janë në Itali apo diku ku njeriu shkon dhe jeton. Pra, ka ligje që nuk janë të barabarta. Janë të barabarta aty, pra të barabarta për njerëzit në vendin të ku gjendesh, por jo të barabarta me shtetet e tjera. Dhe doja që ta diskutoja këtë me ju sepse është një argument shumë i rëndësishëm sot, edhe pse kanë kaluar vite, zakonisht shqiptarët janë lere, se s'ka gjë, se këto, dhe dokumentat, kryesisht dokumentat, le të themi që lihen në harres ose neglizhohen, që janë tepër të rëndësishme. Çdo lloj dokumenti, sepse kur ti firmos, je koshient për atë që firmos, dhe ligji nuk pranon ignorancë, pra duhet që ti jesh informuar. Dhe doja ta diskutoja me ju. E keni dëgjuar këtë gruan, pra këtë grua shqiptare? Siç ju thash, gruaja ishte martuar në vitin 2004 me një italian, ndoshta pa ajo se kishte kërkuar divorcin e burrit të mëparshëm, dhe duke kërkuar martesën e dytë, tani duke bërë martesën e dytë dhe duke shkuar që në organet kompetente për të kërkuar rinovimin e dokumentit, nga ai moment lindi denoncimi dhe nga momenti që u bë denoncimi, ajo rrezikon tani që të shkojë edhe në burg. Kështu që shpresojmë që të rregullohet kjo, por doja ta diskutoj edhe me ju. Në Shqipëri, në trojet shqiptare, me sa burra mund të martohet një grua? Me 2, me 3, me 4 mund të martohet? Dhe tjetra, një burr a mund të martohet me 2 gra, me 3 gra, me 4 gra e tjerë? Dhe a e dini që në vendet evropiane ka disa ligje që janë të rrepta, si për shembull nuk mund të martohesh 2 herë, të bësh 2 martesa pa u ndar nga martesa e mëparshme. Le ta diskutojmë sepse shumë nga ne duan që të jenë të informuar dhe ky është vendi i dur, sepse nëpër gazeta nëse e vutre dhe në gazeta shumë njerëz, për më ka shkruar dhe disa, nuk e kuptojnë se përse, sepse disa thonë, po ç'lidhje ka kjo, martesë civile ose martesë religjioze? Sepse janë 2 martesa të kundërta, të ndryshme. Për shembull, meqense jam po e them dhe këtë, martesa religjioze në fillim njerë para disa viteve, duke filluar që nga lashtësia, që nga viti 0 deri nga mesjeta, ti martoheshe vetëm me anë të kishës ose të xhamisë. Pra, a ishte dokumentyt i martesës.
nuk kishte martesë shtetërore. Martesa shtetërore lindi më vonë dhe duke filluar që të bëhej ligj martesa shtetërore, pra nga bashkia, nga i moment u shkëputën dy gjërat dhe nuk ka më vlerë martesa religjioze. Kështu që nëse dikush, sepse lexova disa komente, dikush thotë martesë religjioze ç'lidhje ka me martesën civile, janë dy gjëra komplet të ndryshme. Martesa religjioze ishte deri para mesjetës. Tani e bëjnë shumë njerëz, e bëjnë edhe martesë, pra shkojnë në kish apo në xhami, por pak lidhje ka, sepse në fundit është legjitime, është martesa që jep shteti, pra organet kompetente. Kështu që le ta diskutojmë pres komentet tuaja. Kalofshi një ditë bukur.